Situata e emergjencave civile paraqitet përgjithsisht e qëndrueshme dhe në përmirësimin e qarkun Shkodër. Në territorin e bashkisë së Shkodrës, situata paraqitet stabilizuar, duke shfaqur një tendencë të lehtë në ulje të nivelit të ujrave. Në Obod vjen të ketë prezencë ujë, kryesisht në sipërfaqe tokësh bujqësore me tendencë rënje. Aksi rrugor që lidh fshatin Obod me rrugën kryesore paraqitet nivel uji rreth 40-45 cm. Në mbështetje të situatës, në zonë janë vendosur në gatishmëri mjet të kalueshmërisë së lartë, të cilët do ndërhyjnë sipas nevojave. Deri në këtë moment nuk raportohen banesa të rrethuar nga uji. Sipas të dhënave të drejtorisë së ujitjes dhe kullimit Lezhë, nivelet e ujit në pikat monitoruese vijojnë të jenë në kuotat kritike. Niveli i liçenit është regjistruar në kuotën 7.90 metër, ndërsa niveli i lumit drin është në kuotën 7.70 metër, me tendencë rënje krahasuar me orët e parshme. Nuk raporton problematika në funksionimin e kanaleve kulluese, argjinaturave mbrojtëse dhe digës së rezervuarit të Shtodrit. Ndërkohë në aksin Bog-Theth, rreshtit kanë pushuar dhe rruga është pastruar dhe zgjeruar deri në zonën qathore. Pranë tunelit të parë, mjetët dhe specialistët janë në gatishmëri për ndërhyrje në rast nevoje. Në territoret e bashkive Vauides, Malësia e Madhe, Puk dhe Fusharrës, situata paraqitet e qëndrueshme dhe nën kontroll, nuk raporton problematika apo situata emergjente.